Jemi në pjesën e dytë të bisedës tonë sot me profesor Spaun. Profesor Spaun, ndërkohë regjia na ndihmon me temën e tretë që kemi përzgjedhur së bashku, ulja e borxhit publik, tremujori i tretë, korrik shtator. A ka rëndësi në 28 tetor, pikërisht pak ditë më përpara, Ministria e Financave notoi se borxhi publik i vendit për këtë tremujor të tretë ishte 53.4%, diçka më pak se 1% 54.3 ka qenë në dhjetor të 2024-s. Cilat janë arsyet e kryesore të kësaj ulje sipas jush? Arsyet madhore janë dy. Një është forcimi i lekut në raport me monedat e tjera duke filluar nga euro. Elementi i dytë është një rritje ekonomike më e lartë se deficiti. Pra, deficiti ishte 2.6%, rritje ekonomike së paku 3.5%. 3.5%. Ka qenë në tremujorin e tretë, shumë e drejtë. Jo vetëm, por deficiti është 2.6% e prodhimit brendshëm bruto, por rritje ekonomike është 3.5% reale, pra të sasive të prodhuara. Po të fusim edhe inflacionin, që mund të jetë 2.4%, atëherë vemi tek 4.5%, mbi 5%. Gjë që do të thotë që shteti parashikohet të marrë 5.4% më shumë të ardhura dhe ka munges 2.4%. Kjo është logjika. Pra, kjo është logjika. Nuk është fiksa ashtu, po ta bëj përthjesht si për ata që na ndjekin nga shtëpia, është çik më ndërlikuar se kaq. Sepse në fakt ka elemente të tjera, por morali i fabulës është që ke një ulje të borxhit publik. Pra, do arrish të paguash interesat, por do marrësh më pak borxh. Një tjetër element është që edhe në pagesën e interesave progresivisht, ajo që quhet spread, pra norma e riskut për riskun që ka tipikisht Shqipëria është ulur, sepse sa më shumë ti rritesh si vend, sa më shumë ajo afrohesh BE-s, sa më mbrojtur ti jesh nga NATO, sa më i qëndrueshme të dukesh. Rreziku ulet. Dhe nga janë, jo se tregjet mbajnë ramën apo Berishin, por kur ti fiton në zgjedhje, dhe fiton me një numër të madh deputetësh, do me thënë që ti ke një levë më të madhe që çfarë do problemi të ketë vendi, të ndërhysh me njerë me parlamentin, se kur ke 71 deputet, më kupton, bëhet problem. Delikat. Pra duhet të rish të negociosh. Në momentin kur ke 80 kusur deputet, shtyp butonin, aprovohen. Je i gjithë pushtetshëm. Kush do të jetë? E drejtë. Dhe në këtë sens, pra, jep qëndrueshmëri në qeveri. Dhe plus ka një element tjetër, kur ti ke 80 kusur deputet, do të thonë që ata që të kanë votuar janë me ty. Që ke më pak gjasaj që të kesh zullume të brendshme, protesta, elemente të tilla. Ke moralin e asaj që më do populli njerëzit nuk dalin kundër teje, shumë e thjeshtë. Pra nuk të pengojnë ekonominë, nuk pengojnë qarkullimin, nuk pengojnë, okay? Tani, dhe në këtë sens, pra norma e rrezikut Shqipëri ulet. Pra blerja e borxhit shqiptar, frika që shteti shqiptar mos të kthejë lekët është shumë e vogël. Kështu që edhe shërbimi i borxhit zvogëlohet. Po të shikosh Shqipërinë ndërkombëtarisht, nuk është një vend që kërcënon të tjerë siç po bën Serbia, pra nuk po kërkon luftra, po kërkon të mbroj vetveten, të blej ndonjë armë siç duhet, por që nuk është kërcënuese as në Greqi, as në Maqedonisë, as në Kosovë, as në Maritzi. Pra është nuk thith të lashë, nuk të krijon të lashë. Pra nuk kërkon agresivitet, nuk kërkon sherr kur themi. Pra, të gjitha dërguesit kërkojnë që është një vend që ka për të vajtur mbar, sipas sytë ndërkombëtarëve. Po do ta pyesësh ne shqiptarët të nxjerrim 1001 hallë. As që diskutohet krahu jonë, perceptimi në shtëpi. Perceptimi i tregjeve është ky. Po, vendi i qetë, vendi i qëndrueshëm. Sakt. Pra, dhe në këtë sens, edhe në moment kur ti ke në 3 vitet e fundit një borxh publik që është duke rënë, ashtu është. Pra, ideja është që tregjet janë të qetë, biles vën bazë të këty dhe ti mundet marrësh para me interes më të ulët. Dhe lemi pra është pozitiv, dhe është pozitiv edhe në një perspektiv të rreziqeve të ardhshme. Pra nëse imagjino ti jesh në një situatë ku e ke borxhin 70% dhe mezi e paguan dhe rrezikon një luftë ose ke probleme sigurie. Duhet të rish të blesh armë, duhet të trajnosh njerëz, po ka nevojë për lek. Qa do bësh, do rritësh taksa, do vrasësh rritjen ekonomike, do marrësh më shumë borxh, po ke gjatë shumë borxh, si do ja bësh? Pra, ndërkohë që duhet armët të duan.
Pra, dhe kujdes, sepse po flasim si në teori, po në praktik... Jo, ashtu ndodhë. Nuk është ashtu. Armatimi ka filluar, po armatosit Evropa perëndimore. Qeveria shqiptare me qeverinë italiane do takojnë në datën 13 nëse s'gaboj, dhe do jenë 10 ministri dhe ministrat e brendshme. Një nga pikat është edhe çështja e armatimeve të përbashkëta. A do hapin fabrika armatimesh në Shqipëri, do vinë nga Itali, pra e shumë elemente të tjera. Shumë e drejtë. Çështjet e energjetikës gjithashtu, pra janë të gjitha çështje strategjike. Pra, gjithë koncepti është që nëse ti e ul tani borxhin publik, i lë hapësirë vetes që nesër një 2-3 miliardë euro mundet i blesh në drone, në armatime, në gjëra, në rastin se do të nevojitoj, do zoti jo. Dhe i përdor ato në subvencione për bujqësinë, i përdor ato në autostrada, në Kuruda, edhe në rritjen e cilësisë qytetarëve. Pse jo? Një metro për Tiranën, një metropolitan. Është domosdoshme. Çdo qytetari ideja është njerë të kemi më pak borxhe. Drejt. Pastaj, nëse kemi hapësirë për të marrë borxhe, të shikojmë për çfarë. Pra, por ta vëmë njerë situatën në një situatë më të sigurt, dhe kjo gjë është pozitive, është gjë e mirë. Pyetja e fundit për këtë temë, profesor Spau, ajo duket që edhe për 3 mujorin ku jemi praktikisht, po mbyllet muaj i pari këtij 3 mujori, do t'jetë tendenca sërish në ulje? Po, si tendenca... Si tu është treguesit e japin këtë, që do vazhdoj të ullet. Shiko, atëri, ideja është kjo. Ky është një plan afatgjatë, dhe në planin afatgjatë, që janë 3 vjeçar, normalisht 2 vitet e para kapën, viti 3 dhe çik si libri i ëndrave, po sepse nuk mundet të parashikojmë më gjatë. Sigurisht, është krejtësisht e vështirë. Ideja është që po, sepse ka qenë plani i Ministrisë të Financave, plani është duke u zbatuar, nuk ka në të gjithë këto pasiguri ndërkombëtare gjasa që të gjërat të shkojnë edhe më keq gjatë këtij viti. Dhe në këtë sens, po, do ketë një konfirmim të uljes së borxhit publik dhe jo vetëm, por jemi në një situatë ku rreziku është që të ulet tepër, pra e thënë ndryshe, mos të realizohen ato shpenzime që janë planifikuar, sepse ka ndodhur që në 6 mujorin e parë të vitit janë realizuar 20-30% të investimeve që duhet të ishin realizuar në atë 6 muaj. Shumë drejt. Pra, dhe jo vetëm, po ka një problem këtu, sepse ka një rrezik të fshehur. Nëse ne lëmë që në 2-3 muajt e fundit të vitit të realizojmë dhe të disbursojmë gjitha lekët për gjitha të investimet, në mënyrë tradicionale, rrezikojnë që këtu të kemi probleme me korrupsionin dhe të kemi disa pakujdesira në kontrollet e letrave. Pra, nga nxitimi për të realizuar ato, se ja iku të dojnë fondet e vitit. Dhe në fakt, është nëntori dhe dhjetori. Pra, në këtë sens, duhet parë që kjo element. Po kalojmë në temën e 4, Rinasi, aeroporti jonë ndërkombëtar, civil rritje me 10%, po në 3 mujorin e tretë, se dolën dhe shifrat, 2.5 milion pasagjerë, fluturimet mbi 17.000 ulje ngritje në këto 90 ditë, rritja më e lartë regjistruar ndonjëherë për një 3 mujor të vetëm veror. Çfarë na jep kuptojmë kjo? Së pari ka një risi. Gjithë thonë turizmi, jo. Rinasi ka filluar të jetë konkurrues në raport me aeroportet rrotullenesh. Aeroporti Podgoricës është në krizë për shkak të Rinasit. Kujdes. Vinë malazezës gjithë këtu? Po. Kujdes, sepse na ka dalë një shans që nuk duhet ta humbasim. Të vjen një herë në histori. Nëse ne humbasim këtë shans, humbasim një herë mirë. Një sekond. Sot është ende e vështirë, por prap një pjesë të fluturimeve ja vlen ti marrësh nga Rinasit për koston që kanë dhe jo nga Podgorica për malazezët. Prandaj edhe vinë. Por rruga nga Rinasi në Malë të Zi është autostradë deri në një farpike, që është deri në Milot. Dhe gjithmonë më shumë trafiku është rritur rënd nga Miloti në Lezhë. Dhe është pjesa me trafikuar në Shqipëri sot. Rruga me trafikuar. Të kërkon 1 orë për 10 minuta rrugë. Nëse ne në mënyrë urgjente nuk ndërrymë për të ndërtuar një autostradë aty, në mënyrë prioritare, dhe pastaj të vazhdojmë me Shkodrën, urgjente aty. Atëre e enës, në jenë që mbushet e gjitha kja jo hinka. Ne rrezikojmë të humbasim avantazhin konkurrues. Nëse ne arrim të përçojmë autostradat tona në kufit e Shqipërisë në lidhjet me vendet e tjera, probleme do filloj të ketë edhe Shkupi i dashur. Deri në Maqedoninë e Veriut. Po. Sepse të gjitha ta, rruga e Abrit ka përmirësuar situatën, po ka përmirësuar për Dibrën. Nëse aty do kishim një autostradë,
nga Peshkopia deri në nga Tirana, nga Unaza e Tiranës, deri në kufi me Maqedoninë, ti do ishe në një situatë sot ku edhe aeroporti i Ohrit do dilte jashtë loje. Se do e kishin shumë të lehtë brenda një ore shkonin në Rinas. Sepse do kishe një hub që është Tirana, i cila ka 120 destinacione në të gjithë botën. Europën njerë e kanë pëllëm të dorës. As Nikola Tesla i Beogradit nuk e ka aq. U kuptuam. Pra, ndjes. Jo, s'ka që, lutem. Pra, problemi është që ne jemi në një situatë ku po na lind një mundësi shumë e madhe, do zoti Ministria e Transportit e kupton dhe vendos prioritete këto elemente, sepse nëse ne arrim të bëjmë këtë gjë, e fiton njëre mirë garën, sepse parat që Mali i Zi do të shpenzonte, që Maqedonia do të shpenzonte, për të rivendosur në lojë Orin dhe do ishin shumë të mëdha, dhe për kompanitë si Ryanair që po investojnë aktualisht në Tiranë, për kompani si Wizz-Airin që ka investuar në Tiranë, dhe është qëndër njëri investim i ri nga e parë, do kupton dhe që nuk do ja vlen të Baraqiran. Kujdes, nëse ne vonojmë në këtë sens, ne e lejojmë që Podgorica, Ori, të fitojnë teren dhe të funksionojnë vetëm për Shqiprinë. Edhe Vlora ka një shans shumë të madh. Edhe nëse Vlora i merr diçka Rina, se nuk është problem se brenda Shqipërisë është. Jo, brenda vendit e drejtë. Edhe Vlora ka një shans shumë të madh. Dhe ka shans të madh sepse siguron dhe bën të mundur çështjen e të fluturimit, jo vetëm Shqipërinë lindore, por edhe pjesë të Maqedonisë dhe të Greqisë. Sidomos nëse ne arrim të përfundojmë korridorin e 8. Pra nga Rogozhina në kufi me Maqedoni. Po ecin punimet edhe është gjë shumë pozitive. Pra çështja është që strategjikisht ja vlen. Dhe sidomos dhe përfundimi, shpresoj ditën tjetër të fillojë dhe Porto Romano. Pra përfundimi i këtyre infrastrukture kyçe në 40 km distancë, sepse Porto Romano, Rinasi, dhe vijimi autostradës që shkon nga Durrësi në Porto Romano, që shkon në Gjirin e Lalzit, dhe të shkoj deri në Milot, krijon një zonë ekonomikisht të pa krahasueshme dhe të pa konkurrueshme në gjithë Ballkanin në një rrezë prej 300 kilometrash rrotullnesh. Pra, Italia e Veriut ka këtë zhvillim ekonomik sepse afër me njëra tjetrën ka, jo vetëm është fush, por ka një rrjet infrastrukture autostradale, hekurudhore, portuale, aeroportuale, biles portuale edhe me lumë, të tillë që nuk është e konkurrueshme për asnjë zonë tjetër, jo vetëm të Italisë qendrore dhe jugut, por ka Kroacinë, ka shumë drejt Sloveninë, çështja është kujdes sepse kemi këtë favor potencial që ndonjëherë edhe pa kuptuar, po na del si favor, sepse e kemi bërë se na duhesh ne. Sigurisht. Por duhet të kuptojmë që ushtrim në rajon duhet të kompletojmë atë për ta bërë rreth këto viza, për t'i bërë rreth, për të kompletuar. Dhe është shansi tani, sepse në të tjerë nuk është se dorin. Dhe ne kemi humbur në fakt shumë shanse nga rruga Egnatia, që Greqia e përfundoi nga Igumenica në kufi me Stambollin, me Turqinë. Po, e mbylli si autostradë. Dhe mbylli dhe ne nuk konkurrojmë dot më, domethënë në atë aspekt. Nuk arrim dot më, ka mbaruar. Por kemi këto shanse të tjera, mos t'ju mbasim dhe këto. Faleminderit për këtë mënyrë të trajtuarit të rritjes së Rinasit, sepse realisht e kemi një shans shumë për te turizmit dhe shumë për te elementeve të tjera. E kemi një shans të artë. Në gjykimin tuaj, si do shkojnë këta dy vëllezër siames, aeroporti ndërkombëtar i Rinasit dhe ai i Vlorës që urojmë në vitin tjetër të jetë gati dhe opera rus. Do konkurrojnë njëri tjetrin apo do japin vlerë të shtuar njëri tjetrit? Shko, konkurenca dhe njëri tjetrit brenda të njëjtit vend nuk ka sens. Aq më shumë që në linjë ajri janë 100 km larg me njëri tjetrin, domethënë kështu që për çfarë po flasim. Duhet një koordinim. Duhet një specializim. Tani natyrisht aeroporti i Vlorës duhet jetë më i prirur që të trajtoj pasagerët e Shqipërisë, qendrës dhe jugut, dhe Rinasit të qendrës dhe të veriut. Dhe në këtë sens, aeroporti i Vlorës ka potenciale të mëdha për fluturime ndërkontinentale, të adresuara sidomos ndaj flukseve turistike. Aeroporti i Vlorës mund të shërbejë shumë mirë zonën e Beratit, zonën e Gjirokastrës, të Sarandës, Bregdeti i famshëm, infrastruktura aty është gati, sepse bypassi i Vlorës është bërë rruga e lumit të Vlorës,
janë duke u ndërtuar vilazhet turistike, pra mungon aeroporti. Dhe në këtë sens, dhe ca lokale nate, po do të thënë, këto janë dytësor. Infrastruktura është gati. Infrastruktura është gati. Aeroporti lidhet me autostradë edhe për të vajtur në veri. Kështu që ajo gjë duhet. Vlora do të ketë një përmirësim ekonomik të ndjeshëm, sepse është një numër të punësuar i vogël. Kjo është e para, por ka pastaj edhe indukt. Sidomos nëse do të arinin të realizoheshin ato elementet të tjera që do të ishte vend riparimesh për avionat, riaktivizimi shkollës së aviacionit civil, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për vendet e tjera të rajonit, që kanë një nevojë të madhe, edhe vendet e tjera të rajonit. Pra do ta bënte Vlorën një hub. Edhe dhe Shqipërinë, si themi, vendin, shtetin më të rëndësishëm të aviacionit në Ballkanin Perëndimor. Ne kemi këtë shans. Është ky shans, padyshim që është. Edhe ky është shansi i dytë. Pra, dhe në mënyrë inteligjente për mendimin tim duhet, ne nuk kemi shqyuar për inteligjencë, por për trimëri po, për inteligjencë jo dhe aq. Do zotit fillojmë tani. Por unë besoj se le të themi kontakti me ekonominë e tregut na ka bërë të mësojmë ca gjëra. Kështu që të shpresojmë vërtet për këtë pozicion të rifituar të pikërisht të Vlorës tonë të bukur. Po kalojmë në pjesën e fundit, kodi i ri penal dhe ekonomia. Është diskutim shumë i gjerë për kodin e ri penal, profesor Spao, por pak rradh e kanë vënë edhe theksin tek raporti që ai ka me ekonominë e vendit. Në gjykimin tuaj, çfarë rrisisht sjell ky kod i ri penal në fushën ekonomike? Dgjoni, ekonomia ka nevojë për një gjë, që drejtësia të jetë e qartë, të jetë për të gjithë dhe të jetë e shpejtë. Çfarë lloj mase që e bën ligjin më pak të interpretueshëm dhe më të thjellët, çfarë lloj mase që nuk ka objektiv që të dënoj a priori biznesin sa është biznes, pra nuk është që mos të ketë një frymë, le të themi kështu, teoriko-armiqësore, por të jetë sa më neutrale dhe sepse më kupton, pra ka kode penale që kanë origjina komuniste dhe janë me kërbaq. Kanë disa nene vërtet absurde. Dhe të ketë ligjet të qarta, sepse sa më shumë ne fillojmë dhe vendosim ligje është kështu, por përveç 1, 2, 3, sa më shumë themi që ligje është kështu, por në rastin se, por pra sa më shumë vendosim vogëlsira, fillojnë djallëzirat. Dhe kur fillojnë djallëzirat, fillon arbitrariteti. Dhe kur fillon arbitrariteti, mbretëron korrupsioni. Shumë e qartë. Dhe në këtë sens, shkak pasoj që dha. Dhe në këtë sens, sa më të qarta rregullat, sa më të kthjellta, sa më të pak interpretueshme, dhe sa më të shpejta proceset gjyqësore, Koha është flori për biznesin, për çdo njeri, po për biznesin është platin ndoshta. Koha është flori, shiko, Fatos, unë mundet të shkoj në universitet se duhet marrë një diplomë, po kur e marr diplomën në 60 vjeç kujt i duhet? Sigurisht. Pra, kam humbur shansin e jetës. Dhe çështja është pikërisht këtu. Jemi në një situatë ku që tani kemi një emergjencë, sidomos për gjykatat e apelit. Të rregullojmë çik ato problemet që kemi para se sa të bëjmë kodra të ri. Pra, dhe nëse duhet kodi i ri, hajde ta thjeshtëzojmë, mos ta ndërlikojmë. Në gjykimin tuaj, a prek kodi i ri administratën publike dhe përdorimin e fondeve shtetërore me, si thua, risitja i sjell, dhe ju e thatë me të drejtë që drejtësia duhet të jetë e shpejtë në mënyrë që klima e biznesit dhe investimeve të jetë ajo e dura, pozitive. Por si e shikonin, domethënë, raportin kodi i ri me administratën tonë publike, përdorimin e fondeve shtetërore? Dgjoj. Sepse është forcuar shumë lidhur me rastet e keqpërdorimeve. Dhe në fillim nuk ndalova tek elementet tipike. Pse? Sepse nuk dua të bëj punën e juristit. Pra, le ta bëjnë juristit, ata le të futen brenda çështjes. Unë them çfarë nevojash ka ekonomia. Cili do qoftë. Dhe pavarësisht nga norma. Dhe në këtë sens, edhe përse përket shtetit. Tani, shteti duhet ta kuptojmë, jemi në ekonomi tregut. Pra, njërin kohë thoshe jemi në kapitalizëm. Pra, shteti është një subjekt si gjithë subjektet e tjera, dakord? Si privati, si qytetari, është edhe shteti. Ta çmitizojmë rolin e shtetit. Shteti ka të drejtat dhe detyrime që kanë dhe të tjerët. Nuk ekziston që ndërmarrjet shtetërore mos paguajnë drita ujë dhe të vinë të më vënë gjop mua se s'kan paguar drita ujë.
Situata absurde që i përjetojmë çdo ditë. Po themi nga baza, ëh? Shumë e drejtë. Pra, bashkitë, usjellës kanalizimet janë ato që nuk paguajnë më shumë dritat. Tani kanë borxhe qindra milionë euro. Kush duhet ta zgjidhë këtë gjë? Duhet ta zgjidh unë si qytetar? Jo, pra. Tani, ideja është pikërisht kjo që ka rëndësi që të gjitha institucionet publike, private, qytetarët të trajtojnë në një mënyrë. Shumë e drejtë. Pra, a ka mundësi mos të ketë as edhe një lloj veçanti në raport me administratën? As një tolerancë. As edhe një si të gjithë për qenë në administratë shtetërore. E thënë ndryshe, ne qytetarët, ne bizneset, kemi krijuar një organizëm që quhet shtet që të na shërbejë neve. Dhe ky ka të drejtat dhe detyrimet që kemi ne. Pik. Pra, në këtë moment, trajtimi në këtë moment të tillë, pra nëse ne arrim të ndërtojmë ligje të tilla, ne kemi mbaruar punë. Pra, kur pastaj fillojmë të themi po jo, po kjo ndërmarrja shtetërore, kjo administrata jon ka një objektiv publik. Dhe duke pasur objektiv publik, mundet marrë 1000 punonjës shtesë, edhe se nuk jam eficient, mundet mos paguaj taksat, edhe se s'jam eficient, mundet mos paguaj detyrimet, edhe janë ngop privatit, edhe janë ngop qytetar. Po jo, kjo ka ndodhur, pra. Pavarësisht nga qeverisë që kemi patur, kjo ka ndodhur. Shumë e drejtë kjo. Pra, dhe gjykatat s'kan bërë asgjë. Pra, kjo është çështja. Pra, zbatimi i ligjit më shumë se saktë sepse dhe fiks, pra, dhe kjo është çështja. Mos të flasim për çështjet e korrupsionit. Pra, akoma më skandal. Pra, shoqëri kemi filluar të merren, po prapë janë selektive, pra pse jo njëra dhe po tjetra. Pra, unë nuk dua ta kritikoj drejtësinë sepse më mirë të kemi një drejtësi selektive se sa mos ta kem fare, me thënë të vërtetën. Asgjë diskutoj. Por gjithsesi çështja ngelet aty. Pra, është tek arsyetimi i gjës, te ratio fillestare. Pra, si duam të trajtojmë institucionet publike. Institucioni shtetëror, drejtësia me institucionin shtetëror, me qytetarët dhe me biznesin. Keni shumë të drejtë. Sakt. Dhe nëse ne nuk... Duhet të jenë të tretë baraz... Unë si e shikoj unë si ekonomist. Jo, keni shumë të drejtë. Ideja është që para se ti të ulesh dhe të vendosësh si do jetë një kod i ri penal ose një kod i ri civil, duhet të thuash mbi cilat parime do ta bëjmë. Sepse nëse ne vendosim parimet të caktuara, vetë ai do shkruhet vetë në atë mënyrë. Nuk e kemi të qartë, ose duhet të bëjmë nderi njërit ose tjetrit, pastaj bëhet një katraur, ata që duhet përfitojmë për 5-6 vjet, dhe pastaj gjithë mblidhen thonë duhet bërë nga e para pra. Shumë e drejtë, kjo ka qenë në fakt periudha e drejtanishme, mënyra se si ka ecur. Pyetja e fundit për këtë temë dhe për bisedën tonë sot, profesor Spau, në gjykimin tuaj, ky kod i ri me nenet e reja që ka propozuar, do të ndikoj për mirë në klimën e biznesit dhe investimeve, sepse ju folët me shumë të drejtë raporti, kodit, përgjegjshmëria e drejtësisë sonë përpara abuzimeve ose qëndrimeve jo të korrekte të administratës publike. Po ndërkohë, kodi me komunitetin e biznesit. Dgjoj, pak ditë më parë, jo për të zgjeruar. Qeveria e Kosovës vendosi që të rrisi pagën minimale në 600 euro. Rezultati është që të gjitha organizatat e biznesit e sabotuan dhe nuk vajtën as në tavolinë për të ulur, për të diskutuar këtë gjë. Asnjë nga biznesi. Asnjëri. Zero. Tavolina ngeli bosh. Braktisje plot. Okej? Dhe kishin shumë të drejtë. Se kur ti e merr një vendim çfarë do të diskutosh. Pra, do të thënë që je komplet jashtëlojë zotëri. Nuk e konsultuar me biznesin tënd. Ideja është pikërisht kjo. Tani, këto bizneset kanë juristat më të mirë. Nuk janë juristi më i mirë, nuk është ai që merr 600.000 lekë dhe punon në një ministri. Juristi më i mirë është ai që merr 6.000 euro dhe punon te një firmë private. Ka eksperiencën, ka lidhjet, ka gjithçka. A pse mos të lejojmë që ato them, o zotëri, pse mos të bëjmë këtë, pse mos marrim këto masa të caktuara në këtë rast? Pastaj ti bëj avokatin e djallit, dil kundër, shiko pjesën tjetër. Po tani pjesë e lojës tënde si avokat. Ideja është të vendosim në raport me ata që do merresh, sepse me ata do merresh, me bizneset do merresh, me njerëzit do merresh, dhe mos ti fusësh në lojë
përfundon që do jesh ti izoluar, nuk do jenë ata. Profesor Spau, ju faleminderit që ishim me ne sot në Bullet Point. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.